لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, prej mirësive dhe begative të Allahu xhalla xjalaluhu është se kohën në këtë dynja e ka ndarë në stin të ndryshme. Vitin që e ka lënë njeriu e ka ndarë në stin të ndryshme. Secila prej stinëve të vitit e ka mirësinë e vet, e ka begatinë e vet, e ka urtësinë e vet që Allahu xhalla xjalalu e ka bërë kështu. Edhe stina në të cilën ne jetojmë, stina e verës që ne po e kalojmë, me gjithë vapën dhe nxehtësinë që e posedon, i ka mirësitë e veta dhe urtësitë e veta. Po mos ishte kjo nxehtësi që për dikon prej neve ndoshta mund të jetë e papërballueshme kjo vapë, dhe kërkon me njerë një strehim, një vend ma të freskët, një vend ma komod, e ka vështirë që qëndroj në diell, në rrezet e diellit, po mos ishte kjo nxehtësi, kjo vapë e këtij momenti, e kësaj stine, nuk do të kishte rendimente të mira, nuk do të kishte korrje dhe vjelje të rendimenteve tona që janë të nevojshme për jetë. Do të thotë as nuk do të piqej bereqeti, e as nuk do të piqen produkte të ndryshme. Do të Allahu xhalla xjalaluhu këta 2 muaj apo këtë vap e ka bërë me një urtësi, jo vetëm kaq. Po mos ishte djercitja e njeriut në vapën që ai e përjeton, trupi njeriut do të merrte shumë helme dhe shumë mikrobe dhe shumë smundje do të mbante në veten e tij. Mirë po djercitja e tij në vapë, në nxehtësinë e diellit, bën që trupi i tij të jetë më i shëndetshëm për shkak se djercet e tij lirojnë helme të ndryshme që i përfiton trupi, mikrobe dhe bakterie të ndryshme. Pra Allahu xhalla xjalaluhu atë që ne e përjetojmë nga vapa dhe nxehtësia ka bërë me një urtësi. Dhe edhe të bëhet temë të bisedohet rreth kësaj, rreth nxehtësisë dhe vapës që e përjetojmë dhe urtësitë që i ka, ja vlen në mënyrë që të jemi falëndërues ndaj Allahu xhalla xjalaluhu për këtë mirësi që na i ka dhënë. Mirë po, ka disa prej njerëzve të nderuar vëllezër që mirësitë e Allahu xhalla xjalaluhu dhe begatitë e Allahut i shndrojnë në përbuzje. I kthejnë në mohim
dhe në përbuzje që atë asaj që Allahu Gjelle Gjelalu e ka krijuar. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu për këta njerëz drejtohet dhe i thot njeriut: alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allahi kufran wa ahallu qaumahum dar al-bawar. A nuk ishe ata të cilët mirësitë e Allahu Gjelle Gjelalu i shndrojnë në përbuzje dhe në mohim, dhe popullin e vetë e çojnë në degradim, në shkatërrim? Njëna prej përbuzjes së asaj që ne jetojmë sot, të nderuar vëllezër, nga vapa dhe ndërsia e verës dhe mohimi i kësaj mirësie dhe përbuzja e saj është zhveshja e tepruar. Jetojmë në një kohë, të nderuar vëllezër, ku anës së jashtme i jepet më shumë rëndësi se sa anës së brendshme. Ajo që është e dukshme i jepet më shumë rëndësi se sa ajo që është e padukshme. Mendojmë se zhveshja ekstreme të cilën po e përjetojmë në ditët e sotit, në ditët e kësaj vate dhe të ndëcisme, mendojmë se është një modernizim dhe një civilizim. A ju kujtohen edhe juve kur mësojshmi na për shkolla, na për shkollën fillore, kur mësojshmi për periudha se qysh i ka kaluar njeriu jetën dhe qysh ka avancuar njeriu, qysh është zhvilluar njeriu, pejtë atëherë kur është krijuar. Një kohë dhe një periudhë që e mësonim në histori, kur na mësonin mësuesit e tonë, të ishte periudha e gurit. Kur njeriu do thotë pas ka jetuar një kohë kur ku ka qujt koha jeta e gurit. Njëna prej simboleve të kësaj periudhe, njëna prej shkaqeve, formave të kësaj periudhe është se njerëzit kanë jetuar të zhveshur. Nuk kanë pas çka me vesh. Nuk kanë pas me çka t'i mbulojnë pjesët e turshme të tyre. Në realitet na sot, të nderuar vëllezër, ja jetojmë të njëjtin realitet. Vetëm se me emërtime të ndryshme. Atëherë quhej koha e gurit, sot koha e modernizimit. Atëherë quhej koha e ignorancës, sot koha e civilizimit. Ndërsa i njëjti realitet është. Dhe kjo do të thotë ata që e shohim ne në familjet tona, në rrugët tona, në manifestimet tona, në mbledhjet tona, në ahengjet tona, në dasmat tona, nga zhveshja e tepruar dhe ekstreme, është do të thotë me ndidhimbje, me ndidhimbje si individ, me ndidhimbye si familjar, me ndidhimbje si njeri që ke përgjegjësi, një burr i shtëpisë që ke përgjegjësi para Allahut për familjen tënde, për evlat e tu. S'paku mos më koni knaq me një situatë të tillë. S'paku mos më koni prezent në për çdo situatë të tilla. Për Zotin, për një njeri të ndershëm, për një njeri me moral, është vështirë me dalë së në rrugë. është bërë vështirë me dalë në rrugë për shkak të zhveshjes së tepruar dhe ekstreme. Por mu largu nga kjo epokë që i ka thënë epoka e gurit, që prej shenjave të kësaj epokë u kanë zhveshja, s'kan pas me shka njerëzit mu mbulue, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka porosin në Kur'an dhe ka tregue se duhet mu vesh njëri, duhet mi mbulue pjesë e turpshme të ti, qofë mashkull apo qofë femër. Edhe pse tek femrat kjo dukuri është më theksuar, për shkak se aty është lufta e denigrimit dhe aty është luftja që shejtani e bën për me prish moralin në një shoqëri. Allahu Gjelle Gjelalu na drejtohet dhe na thot: Ja bani Adem, o bita Ademit, qad anzalna alejkum libasa yuwari sawatikum warisha, wa libasu taqwa dhalika khair. O bita Ademit, ju ka zbrit Zoti juve, ju ka zbrit juve robe tesha, që i mbuloni pjesë e turpshme të juve, dhe janë zbukurim për juve. Allahu po thot zbukurim është me mlu trupin, e na pithojme është civilizim, është zbukurim me zhvesh trupin. Pastaj
Allahu Gjelle Gjelalu të regon të dërruar se njëna prej punëve të para që shejtani e ka bëhe kur ka zbrit njerin tokë, ka tentu edhe ka arrit që me ja zbulu e pjesë të turpme. Se këtu fillon degenerimi, e pastaj nëse vazhdon nuk ka fund mo. Allahu Gjelle Gjelalu thot pastaj, ja bani Adem, la jeftinennekum shëjtanu kema akhraja ebawajkum min al gjenne. Janziu anhuma libasahuma li jurijahuma sawatihima. O bita Ademit, mos ju mashtroj juve shëjtani qyshe ka mashtru e babën e juve Ademit, të cilin e nëzorin nga gjeneti dhe pastaj kur zbritin tokë, ja zbuloj pjesë të turpshme të ti. Ja zbuloj pjesë të turpshme të ti. Dhe në gjëja e parë që shejtani tenton të ndërrodhë të aprish një shoqëri. Një njeri është kur arrin atë me zhvesh. Me zhvesh fizikisht, është me qenë gjysëm i veshur, e me zhvesh pasaj edhe nga morali, edhe nga petku i devotshmërisë. Të ndëruar vëllezër besimtar, kjo temë nuk është temë që dikush me thonë prej juve apo prej neve që ka po tani me ty hoq, kjo punë është individuale, kjo punë është dirije se cili që ka të bëllojnë vohët. Ja, kjo nuk është fjallori i muslimonit, as nuk është fjallori i një përgjithsi, as nuk është fjallori i një prindi, as nuk është fjallori i një njeriu që e ka dert. Shëtëtin e ka dërë do të tjetërin. Sepse kjo dukuri të ndëruar dhe dukuria zhveshjes nuk është që ndikon edhe prish vetëm individin. Mirë po ajo e prish edhe shoqërinë. Një njeri, një djalë dhe një vajzë e cila shfaqet e zhveshur ose gjysmë e veshur në publik e ka humbë marrën e saj. E ka humbë marrën e saj. Si realitet pastaj edhe imanin e ka në rrezik. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, marrja, turpi edhe imani janë dy shokë, nuk ndahen. Nëse njëna largohet është rrezik mu largu edhe tjetra. Pastaj, a nuk është zhveshja një gjë e cila ndikon që ti të i futësh njerëzit në gjanat këqija, në imoralitet dhe në punë jo të ndershme? A nuk mjaftojnë ty gjënahet tua me dalë para Zotit, veç po dalë mi marrë dhe gjënahet atyre që bërë sebeb ti me bo gjënahet? Ti oj motër muslimane, ti oj nanë, ti oj bi. Li jahmilu avzarohum kamilatan jaume në qiyame, wa min avzari alladhina yudillunahum bi gajri ilm, ala sa'a ma yazirun. Allahu thot që ti bartin mëkatet e veta e edhe mëkatet e atyre që ju mos sebeb me bo mëkate. Don e shkatron moralin e njeriu. E zhvesh njeriu nga ai njerëzërlloku. Për këtë arsye pastaj nuk ka marrë mo. Edhe me dal para babës ashtu, edhe me dal para vëllezërve ashtu, edhe me dalë para të afërme e mos flasin pastaj para tjere që nuk e njohin fare ndoshta. Pastaj ndikon në shoqëri, e fut shoqërinë në imoralitet, në gjana të këqija. Zhvillohet dhe rritet edhe krimi ma shumë. Dhunimi, ngacmimet seksuale dhe kindapimet e ndryshme, ato nuk bëhen pse dalin njerëzit të veshur. Bëhet sepse ka zhveshje, ka ramje në këtë edukat. Andaj, ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërrozë, dhe ky hadith llogaritet njëri prej mrekullive profetike. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me ardhur një kohë, do të shini, apo ka thënë, do të vi një kohë që do të shini njerëzit e xhehenemit. I ka thënë, kush janë ata njerëzit e xhehenemit, ja Rasulullah? Ka thënë disa njerëz që i bartin me vete shkopit,
dhe sikur bishti i lopës dhe i rrahin njerëzit me drejtë dhe pa drejtë, ju bojnë zullum njerëzve, shtrojnë dhunë pa të drejtë ndaj tyre, dhe thot do të shihni ariat, kasijat, ariat, do të shihni gra të veshura, të zhveshura, ka thonë këta dy llojet njerëzve nuk kanë menierën e xhenetit, edhe pse era e xhenetit njët shumë larg. Me vite era e xhenetit njët larg. Ky hadith të nderuar vëllezër, sikur na tregon një realitet që ne e jetojmë sot. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, të kontribuojmë sepse secili kemi përgjegjësi për këtë. E di që është një kohë, është një demokraci e keqe në shoqëri, ku secili thot hajtë se tjetër shka të bojnë, le të bojnë shka të bojnë për veti, bën, jo. E di që edhe ndoshta nuk na ndëgjojnë si prind, ama ajo që del prej shtëpisë është bija jonë, është motra jonë, është nana jonë, është do thotë e afër me jonë jam. S'paku këshilloje, s'paku udhëzoje, e pastaj e asaj mbetet a dëgjon, a të respekton, e jo ndoshta mu knaq, edhe mu adaptue, edhe mu normalizue një gjendje e besimtarve, njerëzve të mirë, me ato që shohni prej dukurive të këqija dhe negative. E lusmi Allahun xhelle xhelalu që ta udhëzojë, na kthejë në rrugë të mbarë, ta ruajmë nderin dhe moralin ton, ta ruajmë dinjitetin dhe identitetin ton, ta ruajmë vlerat tona, sepse vetëm me vlera ngritet një shoqëri, ndërsa me antivlera shkatrohet dhe bie, degradohet një shoqëri. E lusim Allahun xhelle xhelalu që na bëj prej besimtarëve që punojnë dhe angazhohen dhe japin kontributin e tyre në atë që Zoti e kërkon prej neve dhe në ruajtjen e moralit dhe nderit ton. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.